Liri popullit. Aksioni do të kryet sonte në mesnat. Do të merrin me vete sopata, sharra dhe gërshërë. Lajmëronin për familje se sonde do të vonohemi. Takimi tek rrëpira, në aksion do të marrë pjesë dhe Lule. Vërtet? Urime, Lule. Faleminderit. Urime, do të luftojmë bashkë tani. Do të më jepni armë, shoku Astrid. O, ala ke ura ti. Armat në jep armikun e. Për kokën tënde zgënjej. Armikun e jep. Ti do të thuash si. Te për thjesht, ja marrim. Mitat, hirja për ditës mos vonohemi. Gjevati. Gjevat! Ku jemë, Gjevat, ke humbur? Erdha për fare. Që n'ke hequr, tha? Burgu. Si ndodhi? Demonstrat më kapën e më plasën brenda. Të rahën? Më përkëdhelën pak me kontakte pushkve. Tregom, thoshim. Po shtu tregoj më zotëri. Le që unë s'dija në një gjithë madhe, po... Pas ke shpëtuar mirë. Me kërbishtet thyra. Gjevat, po e jam djallë, ke ko që mallesh me shok. Erdha, baba, erdha. Mirë që të liruan. Po shdo më bënin? Baba i pagoj dhe ata një shkel me tutje. Për jashtu unë edhe nga shkolla. Tani më duhet gjej punë. Po e jam Gjevat, se një tatin aty e ke. Shko, shko. Tu jemi do shim. Mirë papshim. I shkreti Gjevat. Ne s'do të lëm vetëm. Ta fusim në një sitin tonë? Më parë do pyetur. Deri atëherë asnjë fjalë. Erdhët që bëftë nëna? Po, nën. E janë i brenda. Gjellën e kini në gjak. Prandimi bukur, Ana. Shënjë mirë për 40 vjetorin tënd i dashur. Duhet të ruhesh. Të shkëlqesh sonte. Dua t'i tregoj zonjës Prati sa vlen sytë e bukur. Ana, shke nërmën. Salloni dhe tryeza do të ndrisin. Lule, sot është 23 korik 1942. Ky është aksioni i parë. Këtë datë ti nuk duhet të harrosh kurrë. Po vinë. Ullune. Jemi mbledhë gjithë? Asnjë s'mundon. Këtu do të presim sa 2 ora. Gjatë kësaj kohe Leka do të na flasë për luftën e klasave në shoqëri. Je përgatitur, Lek? Broshura që na dërguan nga Tirana është e qartë. Se s'fillojmë që tani u bën natë. Jo, do të presim mes natën këtu. Aksioni do të kryhet një herësh në tërë Shqipërinë. Urdhëri i Komitetit Qendror. Çuditem si I kanë ruajtur kostumet e shtrenjta këta varfanjak. Vështrojni, zoja Landi. Ç'pasuri ngjyrash, ç'qëndisme. Pak fantazi dhe kjo e bekuar luftë të bën të pasur. Shkëlqësia e tij, Zanini. Mirë se erdhët, shkëlqësi. Gëzojmë që u shoh zonja Tosti. Po zoja Zanini? Për 2 ditë kthehet nga Roma. Ishte na urdhëruar shkëlqyes. Mirë se vjen. Gjako. Gëzoj. Mjali. Gëzoj. Gëzojmë që u shoh general. Gjithashtu dhe unë. Që mban zonjën Tosti tani? Shkëlqesa Zanini është nisur apostafat nga Tirana. Shkëlqesa ka ardhur të kaloj pushimet verore. Shikojeni, e mrekullueshme. E kanë punuar mjeshtri.
A e dini, i kam bler nga ushtarët tanë fare lirë. Shtë them, për një copë bukë, ndërsa muzet e Berlinit dhe të Vjenës paguajnë me florin dorë. E njoj jetën unë, Floriri peshon, ndërsa sytë e bukur veniten. Floriri do kasafortat sigurta, zonja Tosti. Kasafortat e Zvicrës janë sigurta në çdo kohë. E përse jo ato të Romës? Sytë e bukur, Vera, Floriri, po për ne janë të gjitha. Jetë të gjatë e punë të mbar inxhinier. Perandoria ka besim të plot në aftësitë tuaja të shquara. Shëndeti juaj, zonja Tosti. Faleminderit. Evviva! Zonja ka të drejtë. Kur s'dihet shejnë në lëkurë ta shqiptarë. Ka shqiptar dhe shqiptar. Zoti Alemi për shembull është një njeri i zgjuar dhe i sigurt. Me të kemi bërë punë shumë të mira. Pas goditjeve tona të fundit, rrjeti komunist mund të quhet një mit. Zoti Tosti. Më falni. Çfarë ka ndodhur? Ndërlidhje është ndërprerë nga të gjitha anët. O, mitar! Prisni. Po dilni? Po. Me një fjalë nuk nxorën gjë, ha? Për nder 3 ditë, 3 net më lanë pa gjumë. Diçka lëviste në konvikt. Po si e qysh s'kisha djeni. S'kisha lidhje. E pësova qysh në raundin e parë. Çdo më thënë lidhje. Lidhje? Po si ta shpjegoj më thjeshtën. Ata që luftojnë janë të lidhur njëri me tjetrin. Veprojnë fshehurazi. Me një fjalë drejton një dorë, jo secili sipas kokës vet. Po ju nuk luftoni? Ç'të them? Diçka ndodhe këtu. Po si e qysh, ne nuk dim gjë. Janë tërbuar pepinot. Na kërcënojnë. Atë punë kanë ata. Mitat. A bëj një lidhje? Lidhje? Me kë? Ja, ne të tre, edhe shok të tjerë dhe u bien fashistave. Pastaj ata që luftojnë a gjen vet, na fusin edhe ne në lidhje. Ku të rude me? Ç'na duhet? Mjaft kemi hallet tona. Ah, mitat, që në ke qullosur. Edhe kur tani që vlon kazanin. Nese arrita unë. Inshallah gjej punë. Do bisedojmë prapë. Mirë pafshim.
Urdhoni zotni. Midhje. Nuk kemi zoti kaporal, nuk kemi zoti kaporal, nuk kemi. Urdhoni peshk i freskët. Urdhoni zotni, urdhoni peshk i freskët, urdhoni. Hajde iku se sos. Jo, moj motor, nuk është koha për rroba të reja. A ke ndonjë pallto të vjetër, këpucë, çorape, a ndonjë kështu? Jo, nuk kam. Ai ke more usta. Sa është? E këmbej me dritë, zotni. Zonja propozon 10 napën. Buk, zotni. 12 napën. Dritë, zotni, fëmijët nuk kanë para. Ejeni me ne. Zonja do t'ju japi... Sa herë t'kam porositur. I dorë nga këto stringla. I dashurim, kohë e mallkuar. I dorë, Ana. Grua e inxhinierit të gjuar, me një llogari rrjedhse në bankën e Romës. Ti nuk e haber fare nga jeta. Po e humbëm luftën, do mbetemi me gisht në gojë. E sa për këto stringla, muzet e Europës i paguajnë me florinë në dorë. Betoni i dobët. Sabotim. Vete drejtuat betonimin zoti Gjeometër? Vetë, si pas gjithë regullave. Ndofta ka fajnë qimentu. Qimentu? Qimento nuk ruhet mirë, zotni. Thaset lagën nga vesa. Lagën? Lagën? Lagën. Ndofta, zotri? Ndofta. Po ti, keshin ball? Leone. Kush e morin punë këtë hajvan? Shoqata, si gjithnjë. Boti. Një tras qimento të dërgohet në laborator tani. Gjeometrit në badë në vrejtje, të tjerët në punë. Si urdhon. Hajde, shpërndau një shpejt. Hajde shpejt. Ti, merr një tras në mbushje me qimento. 2 orë të thash. Guak. Po pse u tosh gjanëm? Zoti ka paral dhe urdhët mushim një tras me qimento, po ka nëjë gjithë keqe këtu, Hajde veproni shpejt. Mirë. Voz e preskët! Voz meli! Urdhëroni mështeri! Djere. Një shkelje gjeva që pësoj. Lere. Hajde. Lërgoni. Voz meli! Gjeometrin bani mbikëqyrje. Qërdo. Voz e preskët! Hajde këtu. Urdhëroni voz meli! Zoti Tosti, qimento e dole skaduar. Hap një syt Leone prati, nderi unë është në rrezik. Milo, eja këtë e ngot, mu gjinde në rrezik, s'di si ta shëndej. Faleminderit, spi. Vetëm një. Po mirë. Vaj. Kush paguat? Po lere, baba. Tutje të thash. Shkollën e humbe. Me qeverin më prishe deshke dhe verë, Turproj, baba. Nuk jam vetëm. Tutje të thash. Pa kargjova për suratin tënë, nuk e vura pasurin që ta bësh rushe kumllati. Sot me verë, nesër kumar. Pas nesër në një nga ato,
Është sa kurnac, por s'është i keq. Vetëm se kursen edhe që ndarkën e fundit. Luft thot si dihet. Se ka keq, jo? Dane! O, Dane! Uro! Mere qoj e qik shpik. Milo, kam një plan të madh. Tosti do çmendet, si thua? Tani jemi dy. Andres nga të Ramon. Edhe ty ndihmova se merdi keq. Unë kam hallt mbledh në një lek ti. A, që s'mecën mua. Ka shok që luftojnë kurse ne. Milo. A çfarë? Ta takoj pak? E shokje fëminis. Edhe ti po deshe. Jo, shko ti. Mos u mërzit zvanojmë, ë? Jo. O Gjevat, s'kemi. Iq, ndalova kot. Për ka bëj qëndis? Mbas 2 javësh martohet Vita. Vajza e Xhaxhait. Tani në kohë lufte? E le shokun vetëm. Gati harova. Miru pafshim. Miru pafshim. Kush ishte? As njeri. Gjevatin pate gardi dhe u kthye. Mirë, kujdes. E ka merak vet. Ishte një nga djemtë e mahallës. Gjevat Ramiu. Ti e nje. Bëri një sabotim kam tjerë, për pak e psoj. Milua ka mendim të mirë për të. Jemi rritur bashkë ku besim. Fashistët e burgosën Tiranë. Zihen për akmarrje. Sa kohë qëndroj në burg? Qëndrim mban familje ti. Iati është pjeshitës. Ka një dyqan të vogël. Mban familjen. Tani s'fundi ka vënë ca para. U shet ushtarët verë dhe uj bashk. Gjevati s'përzihet në tormata pasdheqe. I ka zët fashistët. I thoni Milos ta mbaj afër. Tani për tani, as një fjalë për njësitin. Partia na porosit të lidhemi me masat. Tu apim sytë, ti bashkojmë. Por me kujdes që të mos ngatrohet kashta me grurin. I qoni trakt edhe ati, aktivizojeni. Kështu pra, nesër në orën 8 para se të filloj ceremonia. Të dashur, miq, edhe pak qaste në ndajnë nga inaugurimi i kësaj qendre shlodhjeje. Rinia shqiptare këtu do të gjej qetësi, të frim dhe momente të lumtura. Në këtë lokal rinia do të pushoj, do të shlodhet dhe do argëtohet sipas mënyrës dhe stilit evropian. Të mos mungoj entuziazmi në këtë ceremoni. Ta çmojmë këtë dhuratë të Italisë së madhe. Me këtë rast i shprehim duqes mirënjohjen tonë që kemi për të. Entuziazëm! Po vinë sekonda famoze ku zoti federal Sef Cata do të pres shiritin. Roftë duqja! Poze preskë! Urdhoni zotni, poz meni! Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. Giovinezza, castravezza, Poz meli! Urdhëroni zotni! Poshtë fashizmi! Qokë, mos shkoni në të nevojtore fashiste! Të cakton zëvendës komisar të qetës. Do niset së bashku me lekë nesër pak dhirë. Milua do t'ju shoqëroj deri tek Zgërbonja.
Më tej s'ka asnjë rrezik. Po me Xhevatin, ç'do bëjmë? Shokët e Tiranës na njoftuan se ka marrë pjesë rastësisht në demonstrat, ku arrestua dhe u lirua për mungesë provash. Në rrëmujën e djeshme, u kacafit keq me fashistët. Them ta pranojmë njësit. Ti e ke shok fëminia, apo jo? Më duket akoma shpejt. Rregullat nuk do t'i shkelin për asnjëri. Milua do ta caktoj me detyra dhe kur të vijë koha do ta futim edhe në grup. Kështu si u rapon ti që në aksionin e parë do të mbërthejnë fashistët. Ta marrë djalli. Duhani. Shikoj, Milo. Kisha një armë t'janë mëronja lulet ballit. Armë s'na jep kush. Duhet i gjen vetë. Qo, Tostit nuk i pëlqen vonesa. Po rrim edhe pak se ka kohë. Sytë mirë. Të lutem, lërma mua. Jo, është ullu. Pyetën pse vonuat i thuaj se janë grëmbuk të pintët. Merë, ta mash në shnet. Zoti Tosti, më grabitën, më qëlluan nga prapa. Qëro, Matuf, s'jam policën. O, zek preskët, urdhroni zotni, o, zek preskët, urdhroni boz meli, o, zek preskët. Shko, kaporal, shko, anko u gjetë. Shko, shko. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Bibi. Si jeni? Mirë. Nana. Ke shumë të fala. Që thot të rinë? Beti fjetë ka të vetën korva. Po ja të kënë malet. Ne do vemi dhe do vim. Ashtu ju bëftë. Oh, si e baba? Mirë. Hajde lege. Hajde. Ulu. Zirë më të Sile dhe fanel në babaj. Nën po... Po vjen të i mërbi dhe në malë bërftot, po sile. Po, edhe... Mua ti të këzgërbonja, po, na dolinja, të talja, po, po, ne i jemi pa, nga brapa, po ja bata, e ju bëftë, nëna ju bëftë. Dita, kje kujdes, Lula. Mos u bëj merak. Lulja ma dha këtë.
Kujdes të pëftën. Miru pafshim. Miru pafshim, Dita. Milo ruajoni. Mirarsi. Mirarsi. Tre njerëz dolin nga qyteti. Do t'i ndiqni. Duhet i zini të gjallë, qoftë edhe njerin prej tyre. Peqe, zoti Kuestor. Kujdes. Nuk duhet ta kuptojnë se po i ndiqni. Si urdhëron. Duhet të mendojnë se po i zini se kanë rënë rastësisht në prit. Peqe, zoti Kuestor. Si që shkini, të gjitha porositë e zotit Tosti u zbatuan. Po. Si? Po. Dakord. Njeri nga ata tre u kthye mrapsh. Që të bëjmë? Duhet njoftuar zoti Tosti. Se duroj dot atë kapët ai. Hyr. Ja, zoti Kuestor. Kjo është thika e ati. E kujt mare, që më dërdëllis? E ati punëtori që më qarmatosi. Milo Koka quhet. Është rasti ti tregojmë Tostit se nuk ham bash. Ta arrestohet ai punëtori. Si urdhon.
Qëllo për të trëmë. Dorzoli për pushtë, se s'keni ku shkoni! Lek! 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 Mbauane, ata ranë si trimat, na ke neve. Mbahen në natë biro. Mbahen. Nuk ja bën qefin dushmanit të nëna biro. Jo. Nuk ja bën. Qëndro dita. Duhet të jemi të fortë. Na i komitati. Do t'ja marrën 5 fishakun. Në qytet flitet se vrasje është me dialemi me larët e kuesturës. Mu shofte emri pas e shtrivat vdekur gjësante. Durim, Gjeva, durim. Armiku është i pabes. Ju duhet ta lironi atë punëtorin. Milo Koka quhet. Punon në kantierin tim. Ai Qarmatosi kaporal Botin, zoti Tosti. Kaporal Boti është një cop gomar. Atë Qarmatosi Gozaxhiu. Ne i njohim lidhjet e tij. Ç'dini ju për të lidhje? U pa në mëngjes me 2 banditët që u vranë. Njërin prej tyre ka patur shok fëminie. E pastaj? Unë nuk jam fëmijë, por kuestor, zoti Tosti. Atëherë pse i lini komunistët e t'i vëdhisin? Brenda muajit, u shpartalluan 2 post komanda. U dëmtua një autokalon. U ndërpren në lidhje telefonike në gjithë vendin. U shpërndan trakte kudo. Doni t'ju numrat të tjera. Dhe ju pandeni se tërë të puni kanë bërë 3 qilimi. Në qytet vepron një siti guerri. Disa njësite, kuestor. Ato kanë një shtab. Një udhëheqje. Lërojeni atë Milon. Është e vetmja fije që kam në dorë. Do të detyroj të tregoj. Ju nuk i njihni komunistët. Ai do të vdesë në tortura, edhe shokët do ta bëjnë hero. Kupton? Hero. Jo. Do ta provoj. Mirë, provojeni.
Por shiko, arrestoni atë Bozagjiun. Shaqo duka quhet. Kush ishin ato të dytë? Nuk I njoh zoti. Nga ikën? Nuk e di. E kujtë është kjo ti, djalash? Ku ta dim? Përse I ke kurtivën milistë? Ç'pun ka me ta? Përse deshet vrisë veten? S'm ka shkuar kur ndër mendin gjë atje. Milisët nëzorën nga deti pa ndjenja. U përplasët e varka. Përse nuk ndalove atëherë? Më pëlqen të dal vetë nga deti. Vazhdoni. Është e qartë, djalosh. Vendi juaj I vogël dhe I varfër s'ka të ardhme pa përkrajën e një fuqie të madhe. Ai mund të ecë dhe të përparoj vetëm në suazën e perandorisë sonë. Alo? Shpresoj shumë shkëlqyesi. Si? Ta liroj? Si urdhëron? Zoti Medi. Urdhëro zoti questor. Mjekojeni me kujdes dhe lirojeni. Peqe zoti questor. Merre. Milo! Mos ma fra, ndoshta më përgjojnë. Ty të liruan? Po krejt rastisht, dikush telefonoi kuestorit dhe ato për njerë filluan të tregojnë kujdes veçantë për mua. Mora vesh që kuestori arrestoi Bozagjiun. E hëngër më duket, kupton? Ja veshën ati punën e botit. Do me thënë prandaj më liruan, Mirik. Astrid. Qarkori e pranoi kërkesën tuaj për të zhdukur kuestor Guxonin dhe spionin Medi Alemi. Do të bashkëveproni me njësitin e fabrikës. Merkuri do t'ju jap pollësit e tjera. Gjaxhi Besim, E mo Ilir. Si është puna? një letër. Aha. Shko Ilir, shko. Qenë ka liruar Milua. Vërtet? Tamam në kohë. Ai kishte dëshirë që bashkë me dotëriun Gjevatin ta qironin me Dion. Me Gjevatin? Se ka keq. Në aksion piqen të rinjt. O, Besim! Haqa Petro! Ke zjarë more se nuk di ku e humba të dreq shkrepse. Dize. Që nga I lezeqëm. Flori e ka zemrën. Milua duhet të dalë në ilegalitet plot. Fashistët nuk janë budallëj. Lirimi I tij nuk është pa qëllim. Ngjarjet në kantier nuk ishin të rastit. Ato na shërbyen për të rënë në gjurmët e një grupi komunist. Gjurmët na shpihen në lagjet e varfra, ku vështrimi ynë akoma nuk depërton dot lehtë. Megjithatë, unë tani njoh disa forma organizimi. Mënyra si veprojnë, si lidhen. Vrasja e 2 komunistëve në prit është vepër e duarve të mia. Mirë. Po tepër pak për një tosti. Ne na duhet shtabi I tyre. Koka. Atë synoj edhe unë. Po, lirom një duar. Kush ju pengon? Kuestor Guxoni I ka varur shpresat e një farë Medi Alemi. Një person I diskredituar, një limon I shtrydhur. Komunistët kanë vendosur ta qirojnë. Grethi ka të njëjtin mendim.
Jeni kënaqur? Faleminderit. Po sikur mos vi. Ai ha drejt gjithmonë këtu. Nga e diti? E din shokët. Do me thënë ti ke lidhi? Sa i fshet qëngë. Po vjen. Kujdes, largimi nga pishat. Ta marrë djalli mu dridh dora. S'ka gjë, kujdo mund t'i ndodhe herën e parë. Kujt i shërbeni ju, zoti Tosti? Drejtoni General Zaninit për shpjegime. Unë njeriu në time me vlerë. Guxoni të njollosni emrin tim për një ngordhësirë. Mu shkatruan nervat, zoti Tosti. Shkoni pushoni atëherë. Dhe mos i fusni hunët atje ku s'duhet. Po, të paktën duhet di diçka. Në punën tona kurioziteti është i tepër, zoti Questor. Largohu. Si të duk Gjevati? Nuk jo dërodora. Po Milua. Ta, si për erë. Mara në sy diçka e çuditshme. Çfarë? Në Gloria drek një inxhinier me emrin Tosi. Ti e pas atentatit Questori shkoj tek ai dhe kërcënoi në fillim. Po duket u pendua se ngeli si qeni raur. Mundet të dëgjoj vetëm fjalët e tyre të fundit. Paktën duhet di diçka. Në punën tona kurioziteti është i tepër, zoti Questor. Largohu. Interesant. Porositi shokët që të ruajnë. Ai mundet t'i ketë njohur. Edhe Gjevati mos dalë në punë. Mirë dita, nën. Mirë se erdhe, bi. Mos qaj me bi. Shiko mua. Jam file vetme. Leka më thoshte nga erë. Të mbaj shtrimreshnën për çdo gjë që të ndodhë. Nëna se aron amanetin o birë. Do shpërndarë në tërë lagjën sonte. Nesër gjithë populli do të njoftohet për vrasjen e Questorit. E ka merak vetë. I kanën. Do vi prap nesër. Mirashç.
Gjevat, shokët pranuan të ish në grup. Grup? Po me kë? Janë e 3, s'ta mbushim syrin. Jam I lumtur Dita. Kurse ti nuk më tregonje. Do me thënë tani do luftojnë së bashku. Po bashk. Gjevat, sonte duhet t'jesh në port. Ti do t'ruash në hyrit ti. Aksion? Do edhim nera një në qister. Po kjo është mrekulli. Do tërgojnë italianët. Igom, dhe këta Liri popullit. Liri popullit. Ama e fshet pas e qenë, Dita. Duhet, jemi akoma pak. Ashtu është vërtet. Dita, prit pak sa ti them babait. Unë po iki për para, takojemi atje. Miru pafshim. Miru pafshim. Rini në bar. Qëndroni aty dhe mbuloni me mushama se jeni më të sigur. Si dole o plak? Shka, peshku shtrëmbër është zor t'a gjuash. Ja, merre, ky është racionit. Falenderit, falenderit. Milo, idhemi? Akoma së sherrur. Presim dhe pak. Hej, ti! Kapitenit Nisanien. Siguron. Shokët thanë se do të nisej mas një javë. S'mbetet asnjë dyshim se Tosti është misionar I simit. Po ç'lidhje ka kjo me njësitin tuaj? 2 ditë kam qevras mendjen. I kam analizuar ndodhit me hollësi. Le ta shohim bashkë shok që kur fillon prapësit. Para një muaji u vra në prit Mitati dhe Leka. Ç'është e vërteta disa orë larg qytetit. Dhe ndofta ranë prit fare rastësisht. Atë ditë arrestohet Milua me akuzën se kishte çarmatosur kaporal Botin. U lirua për mungesë provash. Ty dyshon për Milon? Nuk është fjala për dyshime. Ne po shurtojmë faktet. Atentati kundër spionit me Dialemi kryet me sukses pa dëm me gana jon. Aty është par Tosti. Thanasi thotë se... Po, Tosti ja dregën aty. Atë ditë mbas atentatit, u takuan me kuestor. Mbas atentatit. Dështimi I aksionit në port.
Në grup pranohet një i ri. Gjevat Ramio. I burgosur gjatë në demonstrate. A i vrau spionin. Gjaku nda me fashistët. Ne po shtjellojmë faktet. Vapori naftëmbajtës ikën para kohë nga porti. Tamam në çastin që do godistim ne. Aty përsëri është parë tosti. Praprasti nuk përjashtohet. Por ato bën shumë. Asnjë nga shokët nuk u rrezikua. E pra na kishin dorë. Tamam, kjo më vën dyshim. Questura arreston Milon. Në kafene tosti mund të ketë njojtur edhe Gjevatin. Ndofta edhe ty. Në port ju kishin dorë, por askush s'u ndalua. Ju dishoni tek shokët? Asnjë dyshim. Eri përsëris po shqyrtojmë faktet. 8 njësitë veprojnë në qytet. Pas njerit nuk i ndodh kjo që ndodh kohët e fundit me njësitin tuaj. Ndofta unë jam drejtuesi keq. Ndofta. Po le të mos ngutemi shok. Le të vrasim mendjen. Kam frikë se armiku është në gjurmat e njësitit Skelës. Në tërë këto ngjarje Milu është i pranishëm. Milua? Jo. Milua di shumë shok. Po të kishte folur ju armiku mundet të jetë të grushtet të rënda televizës në qytet. Po sikur armiku të synoj më tepër. Plotësisht e mundur. Le të mos vëmë dyshim me shokët. Jam i sigurt se tosti është në gjurmat tonë. Nuk përjashtohet mundësia ndonjë spioni të rafinuar. Ai ndjekësi e ndonjë nga shokët e njësitit. Këtë desha të kur fola për Milon. Dofta ta kanë liruar me qëllim që ta ndjekin. Dhe në gjurmat e tij mund të kenë zbuluar të tjerët. Tosti ndjek gjurmat e njësitit tonë. Me sa duket ai nuk nxitohet. Synon të zbulojë lidhjet tona, njësitet e tjera, qarkorin, ndofta dhe më shumë. Cili është egu i tij nëse dim? Ndofta ju ka mundur të fut në një provokator në radhë tona, ose në lagjen e portit, vepron një spion i rafinuar që ndjek gjurmat e shokëve. Faktet tregojnë se çdo gjë lidhet me Tostin. Koha s'pret shok. Duhet kapur Tosti me çdo kusht. Do na duhet patjetër i gjallë. Dakor shok. Dakor, dakor. Cisterna është akoma këtu. Nata jo nuk duhet të shkojë fashistëve. Atë biseduam dje me Milon. Cisterna është afër. Ne dy notojmë mirë. Shoku Pesim, na ngarkoni ne këtë detyrë. Në det do shkoj unë, Astriti dhe Vilu. Ju dhe njësitet e tjera do na mbroni krah për çdo të papritur. Tani për tani, asnjë fjalë. Gjevatit, shokëve të tjerë të njësitit Skelës nuk duhet thënë gjë për këtë aksion. Dita! Më thira për ditë. Më shbër zakon nga fëminia. Tani s'jam më e vogël. Na shpëtoj e mallkuara. Rëshqiti sinjal. Sa larg mund t'jetë? Po si të them? Po duhet e gje. Jo, s'ka nevoj. Ti se ç'ke? Çuditem si na iku. Edhe unë vras mendjen. Gjithë to prapsi. Mitati dhe Leka u vranë. Që kur u lirua Milua nga burgu... Gjevat. Ndofta e ndjekin gjurmët. Ti se ç'fshe një mendim të keq. Smiqet nga mendje takimi me Milon kur e liruan nga burgu. Ty të liruan? Po, krejt pa pritur. Dikush telefonoi kuestori dhe dha për njerë filluan të tregojnë kujdes dhe çan për mua. Ç'do të thuash me këtë? Fashistët janë të poshtra Afërdit. Përdorin tortura që çmendin fare. Njeriu ziret ngushtë. Gëllti diku një lugë qorë të prishur e vjell tër jetën. Milua. Jo, jo. Është e pamundur. Milu e përcolli mitatin me lekën apo jo? Ç'them dhe unë? Kjo është marrëzi. Milu është shok i mirë dhe i vendosur.
Për rreth s'ka njeri. Kemi fushkuar me kujdes. Në rast alarmi, të rrit një zjarin me vete dhe ngjituni drejt ullishtes. Ruajeni shok. Si urdhëron. Ta marrë djalli, po I dikton. Ti je në afruar thua. Kujdes, zhytuni. Para, drejt kiçit, pa zhurmë. Pa zhurmë drejt bregut. Mërkur, lejmëro shok të nisën drejt ullishtes. Astrid, lajmëro shok të Ilisiti nesër në mëngjes të nisin në mal. Të lajme sapet me tosin një. Mos të mërzit, këtu ka shumë shok të tjerë. Afërdita të qëndroj. Po, general. Grethi vepron. Atë që nolli sonte me cisternën e nuhati dhe navurin vjeni. Nuk është faji I tij. Ata që duhet runin cisternën u treguan sylesh. Asnjë dyshim për Grethin. Shpresoj që në të ardhmen ai do të përtojë thellë në radhët e tyre. Frutet do t'i kemi të mbara. Do bëj çmos.
Shumë mirë. Një tjetër besim. Një tjetër. Ule dhe pak shamin. Tani ti e një vajzë e ndrojtur fshati. Gja Petroja do t'jetë gjyshi yt. Zonja Tosti lakmon shumë këto kostume. Te kjo shpresojmë. Desha thosha diçka shoku Besim. Çfarë? Gjevati më çfaqi sa dyshime për Milon. Për Milon? Çfarë dyshime ka Gjevati? Po ja, pardje takova dhe ai. Smiqet nga mendje takimi me Milon kur e liruan nga burgu. Çdo thuash me këtë. Fashistët janë të poshtra Fërdit. Përdorin tortura që çmendin fare. Njeriu ziret ngusht. Gëllti diku një lugë çorb të prishur e vjell tërë jetën. Gëllti diku një lugë çorb të prishur. Figure goditur. Mos dyshojmë tek shokët. Dalçim pa që bardhë. Mbajni karocën. Gjani, Urdhroni. ndali pak atati. Ej ti, ndalu pak. Zonja e blek të kostum. Paguan mirë. 15 Napoleona në dorë. Jo, zotni, jo. 25. Drith, mërzot, drith. Fëmija duan buk. Napoleonat nuk përtypen. Ja bono. Blini dritë në sa step sa të doni. Shtu po. Ekstra. Gjvisheni vajzë. Gjysh o gjysh. Po gjvisheni dhe? A, mos u mërzit më i bi. Mbas luftës i blen gjyshi dhe më të bukura. Po si dalun mes njerëzve? Dërgoj me rim fshat zotri. Vajzën gjveshur nuk kam si e nxjerr. Gjoni bjeri në shtëpi, do t'a vesh mirë. Ti do bësh një vajzë e bukur. Sa e mbarë në sjapin o plak? Ik mor mik se kam të shitur. E viva! Lidhe s'qapin të. Tu janë tjeta? Jo tjeta. Vajzë e bukur, e? U aprishim mendjen për një copë buk. Gjani! Urdhoni zonjë! Futi brënda! E lart. Gjani! Ndal!
Ngri duart lart. Doni para o plak? Kjo luft. I prish njerëzit e mirë. Mos e ul duart. Më shetu mas muri. Qështë? Një letër për zotin Tosti. Ma jep. Ngreu. Jam inxhinier, zotëri. Civil. Ju po m'akuzoni kot. Kemi argumenta, zotit Tosti. Sabotimin kantiere organizove ti. Dhe këte e bere që agenti ytë fitoj besimin ton. E keni gabim, zotëri. Qimento me të vërtet ishte eskaduar. Po, eskaduar ishte qimento që mlodhi Miljo. Që si vetëm inxhinier këtë e dim. Ti ishe në Kape Gloria kur u vras spioni me Dialemi? Po vërtet. Unolla dit atje. Ha drekën. Rastësisht. Rastësisht? Valë rastësisht erdi kvestorit e kjo mbas vraset spionit? Rastësisht i tregua general Zaninin? Rastësisht e të bua si qendëraur? Drejta unë i general Zaninit për shpjegime. Më shkatruan nervët, zotit Tosti. Shkoni pushoni atëre. Dhe mos i fusni hunët atje ku s'duhet. Ti erdhe në port tamam çastin që ne do t'i thim ne Eranie Cistern. Nofta kam qenë. Shkoj shpesh atje. Marr materiale ndërtimi për kantierin. Dhe këto materiale ju i merr nga një anije Cistern ushtarake, ha? Jo, zotëri, po. Po me komandantin e portit ç'pun kini? Film mbas bisedës me të, anije do dhjen rad. Kjo akuzë është tepër e rëndë, zotëri. Prit. Ju e dini se kush e çarmatosi boti. Dhe për këtë akuzuat një bozaxhi të varfër. Ç'toni kështu, zotëri? Emri Tosti. Mos më ndërpre. Questura arrestoi Milion. Dhe prapë e liroj. Dhe këtë e bet që ne t'i ithim dyshimet e kaj. I kini bere sapet gabim. Po, zotëri. Nuk jam fare pa faj. Faj im është që ju arrestua bozaxhiu. Po mua është më informuan. Dikush e kish parë që qarmatosi botin. Më gënjën. Pastaj questori. Kush? Questura desha të them. Më kërstoj me të merret e torturave fashiste. Dhe unë e bëra ata. Ju nuk i keni provuar torturat fashiste. Zoti misionari Simit, mos u iq naiv. Ju betohem, zotëri.
Vetëm këto kam bërë. Njerëz më të fortë se unë nuk i kanë duruar torturat fashiste. Njeriu para vdekjes është i dobët. Gëlltit diku një lugë qorb të prishur dhe pastaj vjell të rjetën. Zoti misionari Simit, agenti juaj spionoi edhe 2 shokët tanë që u vranë në prit. Dhe për të gjitha këto do përgjigjeni deri në një. Akmarrja e popullit është e pamëshirshme. Nxirreni jashtë. Mëshirë. Mëshirë. Shok. Tosti. Agenti i regjur i Simit. Ka mundur të fut një provokator të poshtë në radhë të një siti të skelës. Ata sakrifikuan kriminalin me djalemi që u vraga agenti tyre në Kafe Gloria. Apo jo, Gjevat? Shok! Spionin e vrau Milua! Po, unë e vrava. Ky shtiu, po. Jo dridh dora. Atëhere palosa unë. Dhe heshte? Po merdi keq. Ajo që i ndodhi këti, mund t'i ndodhe kujdohen e parë, mendova. Zemërgjërësia jote gjarprin e fsheu mirë. Lanet toka që të mban. Pjellë e keqe. Mereni. Mëshirë! Mëshirë! Për pak na e fsheve gjarprin, o Milo. Pas ka mesën i prush, shoku Besim. Nga ky rast i idhur, duhet të nxjerrim mësim. Për sot, edhe për nesër. Të shtyngojmë radhë, shok. Të jemi vigjilent. Armiku është jegër, edhe dinak. Eja.